Shkoi njëri ke profeti Muhammed a.s. Se edhe njerëzit si sot nuk ishin qartë. Ka ardhur pejgamberi Allahut me shpallë hyjnore, me Kur'an, po ato i ishin gjërat më thjeshta, më koncize, sepse Kur'ani ishte duke zbrit ritmikisht. E i thot: o i dërguar i Zotit, drejt për drejti, pa ekuvok, me gjuhë thjesht, tha: kush është njeriu më i mirë? Pra cilin do Zoti, më troç, më drejt për drejt. Kush është njeriu që Zoti e bekon? Kush është njeriu më i mirë? Kush është njeriu që Zoti e don? Tha: khairun nas, tha më i miri i njerëzisë është ai i cili tala umru wa hasanu amalu. Tha: jetën ja bën Zoti të jetoj, i ka relativisht gjatë, pra e ka jetën e gjatë, veprat i ka të mira. Mbas kësaj, vlla dhe motër, të begatofti i madhi, Zoti ja them vetes time, pastaj gjithë secilit për vëllezërve dhe motrave, mbas kësaj gënjehemi kot. Pra nëse s'futesh në detin e mirësive dhe nuk i tregon Zotit dhe njerëzisë si je i mirë, jeton sa për të mbush ditë derisa të vdesësh. Tha i dërguar i Zotit, njeriu më i mirë duhet me ditë kush është. Me fjalë për çfarë jetojmë? Tha: khairun nasi man tala umru. Tha më i miri njeri që e don Zoti dhe e bekon Zoti dhe vetëm atë kanë llogaritë e veta hyjnore. Tjerat pastaj kanë lënë veten mbrapa, kanë ngel në kras. Tha: e ka jetën e gjatë, e mbush atë me vepra të mira. Tha: ja, prap vazhdoi ai, i mençur. Tha: më i keqi, më tregon për më të keqin. Tha: jetë gjati me vepra të këqija. Pra veprat të begatofti i madhi Zot janë ato që na ndajnë.